Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ditën e kiametit ka për me armë një njeri, dhe kanë për me hedhë në xhenem. Edhe kanë mi thonë atij, a nuk ishe ti ai i cili thirrshet mirë edhe ndaloshe nga e keqja? Thot po, thot unë kam qenë prej atyre të cilët kam thirrë mirë po nuk e kam bë vet. Kam ndalu nga e keqja, mirë po e kam bë atë keqe. Edhe për këtë arsye atë njeri domethënë do të marrin, do ta hedhin në xhenem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot dietari i cili shkon u mëson njerëzve të tjerëve, u mëson diturinë, edhe nuk punon me the, është sikur se fereri, i cili e gjek vetveten e tij kurse qervi i ban dritë. Ti domethënë qerve shon i ban dritë, i ndriçon, i mëson, u mëson atyre udhëzimin, u mëson hajrin, u mëson mirësinë. Mirë po vetveten tënde çka e ban e djeg, e shkrumon. Nga se ti nuk punon domethënë atë dituri. Edhe pejgamberi Allah kur bante dua çka thonte? Thonte Allahumma inni adhubika min ilmi la yanfa. Thonte o Zot, kërkoj mbrojtje prej te prej diturisë e cila nuk ban dobi. Wa min qalbin la yakhsha. Edhe prej zemrës e cila nuk friksohet. Wa min nafsin la tashba. Edhe prej shpirtit i cili nuk ngopet. Wa min da'watin la yustajabu laha. Edhe prej duas e cila nuk i përgjigjet asaj. Por kjo ka qenë duaja e pejgamberit Allahut të cilët e ka bën shpesh në lutjet e tij. Për këtë arsye besimtari është mirë me kërku mbrojtje prej diturisë e cila nuk i ban fare dobi atij, edhe me kërku dituri e cila është e hajrit për të. S'ka rëndësi se sa është e madhe e dituri. Pa marrë parasysh, ti ka mundësi me ditë shumë libra, ka mundësi me ditë shumë shkenca, mirë po nuk bojnë dobi fare ato. Ndoshta ka mundësi që në argument kundër teje. Fare nuk bojnë dobi. Ka mundësi me pas pak dituri, mirë pa e dituri me qenë e lidhur me vepër edhe me pas bereqet, Allah zë gjërçon shumë bereqet. Bereqetin mos mendoni se vjen me shumë dituri. Është gabim. Bereqeti vjen me vepër. Nëse ti punon, edhe pse ki pak, shumë pak dituri, nuk i hoxh, nuk i dietar. Mirë po çat dituri shka e di, e nxjerr vepër. Ke për me pas se Allahu ka për me çu shumë bereqet. Shumë bereqet. Ke për muhabit. Kështu fitohet bereqeti. Mos mendo se bereqeti fitohet me posedimin e diturisë shumë. Por bereqeti fitohet vetëm se me vepër. Kjo ka qenë arsye sepse pejgamberi Allahut ka nxit, domethënë që veprohet kështu. Nëse e merr porton, nëse i shikon domethënë selefin, ke për me pon se Abu Darda thonte se la takun aliman hatta takuna bil ilmi amilan. Thot nuk ke për mu bati dietar përderisa ti nuk punon me diturinë tënde. S'ka mundësi mu bë dietar. Ti gjithë ditën thuj unë e kam kry këtë shkollë, unë e kam bërë këtë shkollë, tek Allah kjo nuk vlen. Diploma s'ka pesh, nuk ka vlerë. Do shta në aspekt akademik që njerëzit me ditë se ke kry diçka, ajo vlen është e vërtet. Mirë po tek Allah nuk vlen nëse ti e ke vetëm si letër. Edhe e ke marrë dituri edhe e mon ke informacionin kryen tane. Mirë po nëse ti nuk e nxjerr atë në vepër, atëherë nuk vlen fare. Thot Abu Darda me një transmetim tjetër, thot se më shumë ti i frikojmë asajna. Është të vijë një njeri të më thojë ja Abu Darda, çka ke mësu? Edhe mi thonë që unë mi thonë, ose kur të pyete se a ke mësu diçka, mi thonë po kam mësu. E pastaj më parashuru pyetjen se ti a ke vepru me atë të cilën ti e ke mësu. Kjo më shumë ti thot mua ka thonë unë frikson.